dispozitat e agjërimit. Agjërimi si adhurim ka dispozita, rregulla dhe norma të veçanta, me që edhe si adhurim është i veçantë. Prej dispozitave të agjërimit do kisha filluar me niyetin. Niyeti është shumë i rëndësishëm. Tek niyeti do t'isha ndalur tek dy elemente që e karakterizojnë niyetin e agjërimit. E para, kur duhet bërë niyeti? Sa i përket këtij elementi, dietarët musliman kanë përmendur se niyeti duhet bërë gjatë natës, gjatë secilës natë. Pra nuk mjafton një niyet i vetëm për gjithë muajin e Ramazanit apo komplet muajin e Ramazanit, mirë po niyeti duhet bërë çdo natë dhe atë pas namazit të akşamit deri në faljen e namazit të sabahat. Mirë po në rast të harresës, në rast se dikush prej agjëruesve haron ta bëjë niyet për agjërimin e ditës së Ramazanit, atëherë ai e bën niyet edhe pas namazit të sabahat deri në namazin e drekës. Ky është elementi i parë që duhet bërë niyeti për çdo ditë të muajit të Ramazanit gjatë natës. Pra nuk mjafton një niyet i vetëm, nuk është më rëndësi se a bëhet niyeti me zemër apo shprehet me gjuhë, e rëndësishme është që njeriu ta bëjë niyet. Me që përmendëm elementin e parë rreth kohës së niyetit, është e rëndësishme të përmendim se pse është e rëndësishëm niyeti gjatë agjërimit të muajit të Ramazanit. Niyeti është shumë i rëndësishëm për arsye se shpërfaq vendosmërinë dhe vullnetin e agjëruesit për të vazhduar në adhurim, ndërsa mungesa e niyetit e dobëson vendosmërinë dhe vullnetin e individit për të vazhduar agjërimin e tina. Gjatë jetës reale, gjatë jetës praktike, shohim njerëz të cilët janë mdyshje, ndoshta zgjohen për të ngrënë syfyr, mirë po ata nuk e bëjnë niyet ose nuk vendosen për të agjëruar, për arsye se gjatë ditës ata shohin nëse janë mirë, nëse s'kan uri, atëherë vazhdojnë agjërimin. Mirë po, nëse shohin se janë të lodhur ose kanë uri ose etje, atëherë ata e prishin agjërimin për arsye se s'e kanë bën niyet. Domthon, niyetin vetveten e tina është një lloj vendosmërie dhe e shton e rrit vullnetin për vazhdimin e agjërimit. Mungesa e niyetit e zbut vendosmërinë dhe e largon vullnetin për vazhdimin e agjërimit. Përderisa jemi tek dispozitat e agjërimit, duhet të përmendim edhe kategoritë të cilat janë të liruara nga agjërimi. Prej tyre veçojmë të sëmurin. I sëmuri nuk e ka obligim të agjëroj muajin e Ramazanit ose ditë caktuara të muajit Ramazanit, mirë po kur jemi tek sëmuri duhet të potencojmë se ai i cili ka sëmundje reale, sëmundje të rëndë, jo sëmundje të lehtë, sepse çdo sëmundje e lehtë e cila nuk paraqet ndonjë vështirësi në të lashe, nuk është shkak për prishjen apo mos agjërimin. Përveç sëmurit, si kategori tjetër, e cila është e liruar nga agjërimi, është edhe udhëtari. Udhëtari ka të drejtë të mos agjëroj, mirë po në kushtet tona, në rrethanat tona, kur udhëtimet janë bërë shumë të lehta, një udhëtim shumë i lehtë prej një vendi në një vend tjetër brenda 2 orëve, atëherë dietarët e shkollës sonë juridike kanë përmendur se në raste të tilla kur udhëtimi nuk paraqet ndonjë vështirësi, as ndonjë të lashe, më e vlefshme është të agjëroj sesa të mos agjëroj, pa marrë parasysh edhe pse e ka të lejuar të mos agjëroj. Përveç të smurit dhe udhëtarit, nga agjërimi janë të liruar edhe gratë që janë në të përmojshmet. Ato ditët e lëna nga agjërimi, apo ditët e mos agjërimit e tyre, ja agjërojnë se kompenzojnë më vonë pas muajit të Ramazanit. Përveç tyre, Islami si mëshirë për njerëzimin, ka paraparë që
edhe për gratë që janë shtatzëna, edhe për gratë që janë lehona, edhe për ato që janë gjedhënse, ka paraparë që të ketë lehtësime për to dhe ato janë të liruara nga agjerimi. Po në rast se gratë që janë shtatzëna nuk kanë ndonjë telashe, agjerimi i tyre nuk u sjell vështirësi apo telashe në shëndetin e tyre dhe në shëndetin e fëmijëve që e bartin në barqet e tyre, atëherë për to është më mirë të agjerojnë sa të mos agjerojnë. Mirë po Islami ka paraparë që të ketë lehtësime për to dhe të jenë të liruara nga agjerimi, ndërsa ditët e lëna të agjerimit, apo ditët që ato nuk i kanë agjeruar për arsye, ato i kompenzojnë më vonë pas mujit të Ramazanit.